Çmimet e derivateve në Kosovë po shënojnë rënje ditëve të fundit. Çmimi maksimal i lejuar sot për 1 litër naftë është €1.75, ndërka dje ishte 1 cent më shumë, €1.76. Në javën e fundit, nafta është liruar për 16 cent, me 9 prill çmimi për litër ishte €1.91, ndërsa me 16 prill €1.75. Ndërsa benzina nuk ka shumë lëvizje, me që dallimi është vetëm 4 cent. Kryetari i shoqatës së naftatarëve, Fadil Berjani, thotë se çmimet mbeten të ndikuara nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Çfarë çmimesh do të kemi në ditët në vijim nuk mund të parashikohen me saktësi, sepse ka lëvizje të mëdha në bursë dhe situata në ngushticën e Hormuzit, por trendi i derivatave është në rënje. Ekonomistët thonë se ndonë se ka një rënje të lehtë të çmimeve në tregun vendor, ajo nuk po reflekton plotësisht lëvizjet në bursat ndërkombëtare. Fatkeqësisht nuk kemi një rënje të çmimit sipas tregjeve ndërkombëtare. Tregtarët vendor do të kanë kompani të cilat në shtetet fqinje për cilave kemi furnizim dhe prej atje do thot çmimi faturohet më i lartë për shkak të kufizimit të marzhës së fitimit në Kosovë. Mendoj që kjo duhet të hetohet nga autoriteti i konkurrencës dhe të vihet në analizë, sepse ne si treg do thot vendor, por nuk kemi reflektim të çmimit të bursës. Në bursat ndërkombëtare, çmimi i naftës të njëjtën ishte rreth $89 amerikan për fuqi.